Inxhinierja e IT-s Diana Ali ishte e ftuar e radhës në emisionin PodGo. Ajo është themeluese e një aplikacioni për nënat e reja dhe me fëmijë të vegjël, për të cilin ka fituar edhe një çmim prestigjioz në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Diana tregoi specifikat e aplikacionit Mama's Feelings Tracker, për të cilin tha se i ka shkuar një vit i tërë për ta themeluar dhe se është konsultuar me psikologët më të mirë amerikan. Kam themeluar aplikacionin Mama's Feelings Tracker, është aplikacion që e kam krijuar për gati një vit të tërë. Është një hapësirë ku nënat e reja ose nënat me fëmijë të vegjël mund të gjejnë mbështetje emocionale. Në aplikacion nënat mund të shprehen lirshëm atë që ndjejnë dhe të mos gjykohen nga njerëzit e jashtëm. Në aplikacion kemi ushtrime mendore, artikuj grafikone. Të gjitha këto janë bërë me konsultime me psikologë amerikan që janë të specializuar për periudhën pas lindjeve të nënave. Aplikacioni ka një bazë të fortë shkencore. Ushtrimet mendore janë shumë të vlefshme, pra nënat për 10 minuta në ditë mund të ndihen më mirë, tha Diana. Ajo më tutje tregoi se aplikacioni mund të shkarkohet në të gjitha vendet e botës dhe i njëjti është falas. Aplikacioni është live në mbar botën, në çdo shtet të botës mund të shkarkohet, është falas për të përdorur. Kemi edhe pjesën për pagesë, të cilat janë ushtrime mendore për meditim, për relaksim të muskujve dhe grafika vizuale. Grafikët janë formula matematikore ku mund të shohësh rrugëtimin e mëmësisë, të shohin sa herë kanë ndier një emocion, cilat kanë qenë shkaktarët e të tjera. Ajo rrëfeu se ka marrë çmimin në Women in Tech Community Award. Çmimi është ndarë nga Women Tech Network dhe ka pasur mbi 1650 kandidat, të gjitha grame produkte të mira. Nuk është çmim vetëm për mua, por është çmim për të gjithë komunitetin e grave dhe nënave, tha Diana.